Sigurisht që jeta e policit është qofshin që për vetë organizatën e policisë, ashtu edhe për këtë do qoftë është e shtrejtë, sepse jetë e një familjari që lën pas një mungesë të theksuar tek pjesëtarët e familjes, të dashurit e tij, ashtu lën edhe për fëmijët e tij, për prindit e tij, për gjithë, edhe për shokët e tij, për gjithë. Fakti që numri i tërëndë është relativisht i lartë, tregon që ka shumë nevojë, ka vend për analiza, ka vend për ndryshime, ka vend për të bërë edhe reforma thella në policinë e shtetit, që policia të jetë aktive, të jetë fleksibël, të jetë edhe e aftë në të gjitha drejtimet, edhe të bashkëpunojnë gjitha strukturat, sepse po nuk pati bashkëpunim me strukturat nuk ka edhe në operacionet suksesshme.